Ti më thu që për mu nuk je lojtare fort, në rregull. Unë nuk ndjem ashtu. Unë vetë besimin ke vetja ime kam, e fort të ndihem, edhe do ndjem akoma më e fort vetëm për supportin që ku ndikon ka rëndë time të asaj kohe, nuk mbaj mend, mos më ke thënë ndonjëherë që është lojtare e fort, që unë e shikoj për finale, që kjo është e zgjuar, që kjo ka argumenta. Nuk mbaj mend një moment jam ul. Do të jem ndjerë e ulur kur e shkërku mendim për mua. Nëse unë nuk mbaj një moment mend që Roget ke thënë po Juela do vinë finale me mua dhe Juela mund të jetë një nga 4 finalistët. Po thotë unë kam projektu, do dali Mateo, do dali Filani, pastaj unë me Selin kokë në kokë. Në rregull, është deklarata e ti. Po pra, nuk po them atë pse s'të prek moj, pse s'të prek, sepse është ndryshe ta them unë që jam kundra teje. Po, është ndryshe, është ndryshe të ta them unë se unë as nuk kam mbështet ndonjëherë, as jam kundra teje. Është ndryshe ta thoj dikush që pretendon se shortaku jot është krau jot i djathtë. Të po them, a nuk të vjen keq kur e dëgjon? Ky ka bërë deklaratë. Shiko, ky ka bërë deklaratën që Juela duhet të shkojë në finale. Dëshira ime dhe loja ime dhe lufta ime. Po jo, po se ti nuk mund t'i ndërhysh asaj te mendimi i asaj. Po kush është ajo që hipnotizoi mua? Unë po bëj një pyetje. Kush ka thënë? Unë po flas për Juela si vajzë. Po ti ja ke thënë. Po kjo pra thot. Po le të drejtën ajo e di që do ta nxjerrësh më shpejt, po le të pak njëri dashur, kjo që dëgjon këngëtëria çaj bie. Ç'ka thënë ti? Kjo që ka kanë provë pyetje. Unë kam mbajtur përgjegjësi për fjalët e mia, kam kërkuar dhe falje. Çfarë me folti me atë që me të hipnotizua me ata si kuku Barbie Street. Çfarë marrë më për ty? Çfarë jo, marrë është tjetër gjë. Marrë është tjetër gjë. Tjetër gjë. Jo që kjo bën pyetje ti përgjigje. Që ka Arkuela de Vill dhe ka thënë Bjeri se e lartëson këtë. Si më po i biu një dosh me lartësuit. Ajo nuk ka thënë, mos je përgjithësia saj, e ke thënë ti me gojën tënde. Jo.